Meditojnë në krijimin e qiellit dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qiejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me diellin, dhe me hënën, dhe me malet, dhe me kotrat, dhe me detet, dhe me oqeanet, do të jetë besimtari pa diskutueshëm. Pastaj ti kthehesh te kumë dhe thuj, badi sot më fak, unë ky jam. Tha u biri Ademit, kur më lutesh dhe shpreson të kumë, çfarë gjinafe shket ti fal, për mu kjo s'ka problem. Se i madhi sot ka përgatit, me mëshirën e vetë hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësitë pafundme. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë të madhin Zot me falenderimet për zemërta dhe më të mira që i takojnë vetëm atij. E lavdërojmë dhe e madhërojmë shumë atë i cili na krijoi, na dha jetën, na dalloi si njerëz dhe na bëri prej muslimanëve dhe muslimaneve, prej besimtarëve edhe besimtareve. Dëshmojmë me iknajsi të madhe dhe me mençuri të tillë që i madhi Zot fuqiplot është një dhe një i vetëm. Dhe Muhamedi alayhi salam ishte njëri si ne, i veçuar me Islam, i veçuar me shpallje hyjnore. Vëllezër motra të nderuara, thot Zoti në Kur'an, ja ejuhen nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, ja ejuhen nas, o ju njerëzit e mi, ju ka ardhur juve këshilla ime, thot Zoti i gjithësisë në Kur'an. Ju ka ardhur juve këshilla ime dhe shërimi për smundjet që keni në zemrat e juaja. Ju ka ardhur juve udhëzimi dhe mëshira që i kaplon ato të cilët janë besimtarë. Ky ajet është një nga ajetet më madhështore të Kur'anit famlar që fillon o ju njerëz, nuk thot o ju vetëm besimtarë, thot o ju që jeni njerëzit e mi, përgjithsisht. Qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Ju ka ardhur juve manuali im, sistemi im që quhet Islam, që do të thot, vëlla dhe motër të beqatoft i madh i Zot, do të thot që ti tashmë nuk mund të humbesh më. Kuptimi i ajetit është që ti mbasi erdhi shërimi në zemra, s'mund të jesh më i smur. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. I ajet është ky, po ky mund të shkojë xhuma. Tha udhëzimi dhe mëshira për ato të cilët janë besimtarë. Që do të thot, gjithë thot mira i keti në Islam. Ka dhe shumë tjera, po themi për këtë ajet. Ky ajet është i domosdoshëm shumë kohën që jetojmë. Sepse njerëzit nuk po bëjnë terapi shërimi. Njerëzit s'po shërohen me Islam. Njerëzit s'po ecin rrugën e të madhit Zot për të shëruar. Prandaj dëgjum në e para pa kohësh që fëmijë ja preu kokën. Të më falin fëmijët që janë në xhami. Kështu ndodhi. Një i çmendur, vetëm kur e pa që i kishte bërë dëm fëmijës, se s'du ta përsëris disa herë. Shikojmë që një njeri në morë shumë të madhe,
vret një femër. S'du t'i përmend arsyet. E sa po dëgjojmë çdo ditë. E sa ndodhin botë. Kjo është kuptimi i ajetit, që ju njerëz nuk keni prapë se shkoni në këtë derexhe të kësaj problematike kur unë ja usolla juve shërimin. Pse s'përshërojmë ne vëllezër dhe motra të nderuara ju begatoftë i Madhi Zot? Pse s'përshërojmë ne? I Madhi Zot na e shpalosi neve manualin hyjnor. Thot në një ajet tjetër, do ta përforcoj atë që po them, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tha zbresim në zbritjen e këtij Kurani, çfarë i Madhi Zot ta dim? Shërim dhe mëshirë për ato që kanë besuar. Meshkuj apo femra qofshin. Kul në mënyrë urdhërore i thot Muhammed Mustafas, Kurani, Zoti nëpërmjet kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa. Thuaj thot o Muhammed njerëzis, se ky Kur'an që po zbret është udhëzim dhe shërim për mbar botën. Shërim, udhëzim, mëshirë, s'ka mbaru. Sura Ibrahim, lexoje. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nase min adh-dhulumati ila an-nur. Tha libër që e zbritën, për çfarë i Madhi Zot, për t'i nxjerrë njerëzit tha nga errësira në dritën hyjnore. S'ka kohë moment, nuk ka mundësi që t'jesh musliman e t'jesh në errësirë. Ose s'ke kuptu islamin, ose s'je i sinqert në islam. Dy rrugë ka, tret nuk ka më. E zbritëm, thot, këtë Kur'an famlartë për t'i nxjerrur njerëzit nga errësirat e mohimit, të mosbesimit, të veseve, të pasioneve, të tepsheve të këqija. Ke drita e madhe hyjnore, të kuptosh kush është krijuesi jot, të kuptosh kush e krijoi këtë univers, të kuptosh kush ka rrethu me miliarda mirësi të mëdha që ti posedon dhe është turp i madh vdesësh pa e kuptuar kush t'i dha ato, dhe të jetosh me parimet e larta morale, njerëzore, kuptimore, vizionare të Kur'anit dhe të lesh rrugën e të mallkumit, ku të mbulon vesi dhe pasioni dhe epshet e këqija dhe nuk shkatrove askënd tjetër përveç se në fillim ke shkatruar veten tënde. Neve si musliman dhe muslimane kemi shumë për të punu. Neve i pjesë jona s'kan hyrë në terapi akoma. E kanë islamin për ciptas. S'kan kuptu me marrë nga mjalti i Kur'anit dhe nga mjalti profetik. I pjesë po i mashtrojnë ato që flasin për islamin, s'din kur gjë, apo ndonjëherë kanë dhe qëllim të keq me e shpjegu ndryshe. E ke dëgjuar ti ndonjëherë të begatoftë i Madhi Zot që ky islam zbriti si shërim që ti mos jesh i smur? Zbriti si udhëzim, zbriti si dritë, zbriti si mëshirë, zbriti si libër devotshmërie, paqe dhe mirësie? E ke dëgjuar me ndonjë film, me ndonjë telenovel, me ndonjë revistë, me ndonjë roman, me ndonjë gazetë? Si ke dëgjuar pra? Bile s'ke partë kundërtën e kësaj. Hasha lillah, i Madhi Zot e solli terapinë e madhe, skanerin e madh të rregullimit botës njerëzore nëpërmjet islamit. Hudan wa shifa, tha udhëzim dhe shërim, ne duhet më ushëru. Çfarë do thot më ushëru? Jo se ti sot dëgjon një hutbe dhe sa del nga xhamia, ti u bore engjël dhe i le të gjitha smundjet që ke. Jo, po ti nuk mund të rish gjithë jetën pa filluar me bot terapi. Ti nuk mund të rish gjithë jetën pa përmirësimin e vetes tënde. Ti nuk mundesh të përfundosh dhe të presh kokën e fëmijës. Ti nuk mundesh dot në një moshë shumë të madhe të vrasësh i vajzë të re. Ti nuk mundesh dot të bësh krim. Nuk mundesh dot mos drejtosh dot veten tënde. Nuk mundesh dot ta lesh veten atë derexhe mos ti jesh i aftë ndërtosh një familje. Nuk mund ta lesh veten atë derexhe mos të hapësh një libër atë në gjosh një ligjërat dhe të zhvillosh trurin dhe memorien tënde. Ti s'mundesh dot ta lesh zemrën e nxirr dhe shpirtin e nxirr dhe trupin të pambajtur dhe veshjen tënde mos ta kesh ajo që kërkohet. Çfarë duhet të them që të bëhem realist me xhuman? Duhet të them që ti bësh një analizë vetes bashkë me mua që po flas. Dhe të thush sa i smur jam dhe sa i shërum jam. Sa vese kam dhe sa virtyte kam. Sa zbatoj nga ajo që më ka urdhëruar i Madhi Zot dhe sa kam lënë anash. Nëse të begaton i Madhi Zot dhe del rezultati që më shumë je mirë se sa keq të ka begatuar i Madhi Zot, ne të kemi respektuar maksimalisht. A ekziston kjo në Islam? A di ku është gabimi jon? Ne duam me pa çdo njeri si Xhebrail Emini. Çdo njeri ne me apa i gabim, themi ky s'bën. S'është ky Islam. Kjo është menimi jot. Kjo është filozofia jote, kjo s'ka lidhje me Islamin. Çfarë ka lidhje me Islamin? Me Islamin ka ajeti i Kuranit, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Fa ja ve Zoti i gjithësisë. Tani shikoje si i llogarit Zoti njerëzit, ti llogarisim dhe ne pra. Thot ja ve veprat në peshore. Dhe nuk thot kujt i gjej të keqe,
kujt i gjej 2, kujt i gjej 3, kujt i gjej 4, kujt i gjej 5, e dënova dhe zbon. Hasha lillah. Ti e thu, Zoti jo. Ti e mendon, Zoti jo. Ti e praktikon këtë me njerëz, Zoti gjithësisë jo. Thot kujt i rëndojnë më shumë peshoret. Për shembull, ke 1000 të mira. Ke 500 këqija, për shembull. Shkon në xhenet, Zoti të pranon si njeri i mirë. Subhanallahu alazim. Dhe ne e pranojmë shoqërinë tonë. Po delti përpara Zotit 995 këqija, 5 të mira, nuk të pranon i madhi Zot, nuk e pranojmë ne këtë. Thojnë dietarët e Islamit, kur njeri ka më shumë të mira se sa të këqija, boje shok, boje mik, afroje, boje bashkëshorte, boje bashkëshort. Kur e shikon me atë perceptimin tënd që ka më shumë të mira se sa të këqija. Qofse thot ka më shumë të këqija se sa të mira, mos e bën shok, mos e fut në familje, mos e bë bashkëshort, mos e bë bashkëshorte. Islami është i pasqyrë të shëron në gjitha dimensionet. Ku të shëron Islami? Islami të shëron mendim pra. Thot mendo, thot lexo, thot shto diturin, thot medito për sunduesën e gjithësisë. Mendo për të ardhmen tënde në këtë botë, mendo për të ardhmen tënde në botën tjetër. Islami çfarë është? Ekuilibër i mendjes dhe zemrës. Trupit edhe shpirtit. Është ekuilibër midis teje për të përsos veten dhe për të qenë i përsosur në shoqëri. Është ekuilibër madhështor midis saj bote edhe botës tjetër ku do shkojmë. A ke pa artin ai sistem, a ke pa në i libër të shpjegoj gjërat që përveç Kur'anit? Mendja, shtoje diturinë të begatoftë i madh i Zot, shtoje meditimin për mirë, shtoje vizionin për të ardhmen tënde, për ndërtimin e familjes, për edukimin e fëmijës, për të ardhmen tënde, për punën tënde, për riskun tënd, për tregtinë tënde, për gjitha dimensionet e kësaj bote. Vritë trurin për këtë, medito për këtë, lexo, studio, dëgjo ligjërata të dobishme, hec përpara. Kjo është furnizor trurin tënd. E dyta, kjo s'ka vlerë. Sa njerëz ke parë të mençur, po si ka vlerë kjo? Zemrën e ka të nxjerr. Thujani pa frikë. La dhe motër të begatoftë i madh i Zot, pa tronditje, pa ekuivok, drejt për zveti, thuja, njerëzve të pasurisë, s'keni kur gjë. Mos u trondit fare, thujni njerëzve të pushtetit, kur gjë s'jeni. Në klasë keni ngel. Thujni meshkujve që gjithë ditën rinë mas femrave, larg jeni. Thuj gjithë shoqërisë, larg jeni po se mësut, që thot Kurani kush është shërim. Kush është shërimi pra? Çfarë duhet më i thonë? Çfarë duhet më i sqaru? Çdo gjë ngel bosh në zemër, çdo gjë e dëmton zemrën, çdo gjë është helmi i zemrës. Ela bi dhikrillahi tatmainul qulub. Tha me përmendjen e të madhit Zot, shërohen, stabilizohen zemrat. Gjithë ditën futboll, gjithë ditën Messi, gjithë ditën Ronaldo, gjithë ditën filmi, gjithë ditën telenovela, gjithë ditën gjërat kota, gjithë ditën shaje për gojo, firari kështu, politika kështu, ky kështu, hiku ai, u bashku ky me këtë, këto do shkojnë atje, ky erdhi nga këtu, se ditish do ndodhi mas 2 vjetësh, do vi ky, hiku ky erdhi ky, zemra bosh edhe e vret fëmin pastaj. Të kisha argju i pjesë kësaj kohe të begatoftë i madh i Zot, duke përmend sunduesin e gjithësisë. Duke e njoftë atë, duke shtu dashurinë për atë, leximin për atë, meditimin për atë, kuptimin për atë. Të kishe zbatu nga parimet e tij, ti kishe ndriçu, jo ti kishe vrarë fëmijët. Ti kishe dhënë edukat fëmijëve dhe i kishe shkatru. Thojani botës këto, ela bi dhikrillahi tatmainul qulub. Me vetëm me përmendjen e Zotit stabilizohet zemra, largohet urrejtja, largohet smira, largohet zilia. Jo, unë jam miliarder, unë të kam frikë. Si më ke frikë? Kam frikë shumë nga ty unë. Unë jam njëri me pushtet, unë të merrohem për teje. Pa pse më çka kam bërë? Si e ke zemrën? Nëse zemrën e ke të nxirr, e vret gjithë botën për ato që ke. Unë kam frikë, unë të largohem. Për Zotin po ju them sinqerisht, kushdo qoftë që unë e shoh që është dobët në zemër me vese larg. S'të vlen asnjë gjë tjetër nëse s'ke pasur zemrën. Ela bi dhikrillahi tatmainul qulub, sa ke jetu me të madhin Zot, sa e ke mbush zemrën me virtyt, sa e ke mbush me përmendjen e Atij, sa e ke mbush me mirësi. Nëse si ke bërë këto, për mua je i frikshëm. Shpirtin, Kurani thot, shive ilaçin, mos jeto pa këto ilaçe, mos jeto gjithë jetën i smur. Qad aflaha men zakaha wa qad khaba men dassaha. Tha ka shpëtuar ai që pastroi shpirtin, me shpirt të nxirr, me shpirt keq, hasha lillah, larg, unë do të jem lindje, ai të jetë në perëndim, unë do të jem tok, ai shkoj në qiell, nuk e dua afër. Në sensin është i frikshëm, sepse shpirti, nëse është i bardh, nëse është i kristal, bën zullum me shumë sipërfaqen e tokës, mund më kapi edhe mua ai zullum. Islami sjell ilaçin, qad aflaha men zakaha wa qad khaba men dassaha. Shpëtoi ai që e pastroi shpirtin, dështoi ai që e la të smur shpirtin. Me i ajet, s'ka 2, s'ka nevoj për 2, ka shpjegu trupin, me i ajet, po me i ajet.
khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tha vishuni bukur sa herë faleni. Pra falesh 5 herë, shkon me u vesh bukur gjithë ditën. Në veçanti ditën e xuma. Wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pastaj tha hani dhe pini, mos e teproni. Mos ha dhe pi bosh 200 kg vlla dhe motër të begatofti madhi Zot. Mos ha i shumë që ke turp me qenë dhe para bashkëshortes tënde, sa shkove i kam kap 170. Ku shkon? Vlla të begatofti madhi Zot. Mos e bën gruan thot s'm ka gjet mua. E tham dhe radhë si kaloj. Mia jet. E para, si thot bota sot thot, të vlerësoj nga pamja, të përcjell nga mendja. Se ca vishen kështu, kur i dëgjon thu subhanallahu tiki sa më shpejt se çeka i tmerrsh. S'ka kur far brumin mend. Por impakti i parë është veshja, prezantimi. Pastaj nga ajo që flet kuptohesh sa brum ke si njëri, të pres nga veshja, të përcjell nga mendja. Kjo është me gjysa jeti. Pastaj thot hani dhe pini dhe mos e teproni. Imagjino tani të pafti madhi Zot me të mirë aty, ti përdorësh ti këto ilaçe. A do shkosh ke fëmia, hasha lillah t'ja prej shkokën? A do shkosh ke femra edhe ta vrasësh? Siç po dëgjojmë. A do bëhesh mashtrues me diçka që ke në dorë? A do bëhesh si liqar kur e ka tjetri? A do bëhesh smiranjos apo përgëjus? Thash që them apo do shpivësh? Çfarë do bësh? S'do merresh fare me këto. Biles ti duke të pastruj madhi Zot, duke të shëruj madhi Zot, duke ecë me manualin e ti këtyre i bën dilit. I shumë ti këto. Ti s'ke kohë për të marrë më me këto. A i ke pa të begatofti madhi Zot kur je mirë? Si don ti këto? Njerëzit që s'kan mendim qartë ti thu larg. Njerëzit që s'kan shpirt pastër ti thu larg. Njerëzit që kanë zemër smurt ti thu larg. Ç'e don smiranjosin, ç'e don ziliqarin, ç'e don atij që është urrejtës? Nuk ke ç'e don valla. Një diri që e shef ti që prezantohet mirë në pamje, ka mend, është i shëndosh, s'ka shku 300 kg akoma, ti e pret me mirësi, e respekton dhe e kupton që ai di ta mbaj veten se ajo smundje është. Këto janë gjitha smundje mendore, psikologjike, të zemrës, shpirtit, trupit, të pamjes, derisa ti përfundon ke krimi, përfundon ke bigjozi, përfundon se ti nuk e ke mbajt veten. Shejtani mallkum. Subhanallahu alazim. Vlla dhe motër, shejtani mallkum është në prit. Dëgjoj këtë se është e Kuranit, nuk është e imja. Në prit është, i ka thënë Zoti i gjithësisë do t'i shkoj përpara mbrapa djathtas dhe majtas dhe s'do i gjesh shumë për njerëzve falenderus. Është në prit me të pa ty që mos me zhvillu mendjen, me ngel ignorant me të shkatru. Është në prit me ta pa zemrën ty të nxirr me ta nxirr më shumë. Është në prit me të pa shpirtin e keq me ta bë të keq më shumë. Është duke të pa ty që mos kontrollohesh në ushqim dhe në pije dhe në stërvitje dhe gjitha që ti bosh me të bën ty që të kesh smundje trupore. Është në prit dhe i ka thënë të madhit Zot. Tha tani që unë humba, dëgjoje këtë në xhami dhe mos e hiq nga mendja. Tha për shkak se më humbe i madhi Zot mua, do t'ja zbukuroj unë mashtrimin njerëzve në tokë dhe do t'i gjesh shumë prej tyre ose të gjitha ato të humbur. Kështu i tha, i madhi Zot s'foli. S'foli i madhi Zot. Kjo sure Hijr se ka edhe ajete tjera. I madhi Zot s'foli dhe priti. Dëgjoje këtë nga Kurani. Tha, dhe do t'i humba ato e xhmain gjithë. I madhi Zot s'foli. U detyru shejtani dhe foli illa ibadakal mukhlasin. Tha përveç i madhi Zot, i erdhi turp shejtanit, e kuptoi shejtani që e teproi. Tha i madhi Zot, tha unë po të them ty që të gjithë do t'i humb përveç njerëzve të sinqert. Kush është i sinqerti? A jeti në xhami, a jam unë që po flas. I sinqerti ka një përkufizim të thjeshtë që ta kuptojmë të gjithë. Ai që dashuron të madhin Zot dhe dëshiron pafund të ecin rrugën e tij. Ai nuk është engjëll, ai bën gabime, po dëshirën e ka të flakt me qenë rrugën e të madhit Zot. Dëshirën e ka të flakt me qenë Kur'an dhe në jetën e profetit. E Zoti foli pastaj. Masi e tha shejtani, përveç njerëzve të sinqertë tha, hadha siratun alayya mustaqim. Tha, unë e kam thënë, i madhi Zot kur flet ai. Tha unë e kam shpalos rrugën time të qartë. Si drita diellit është ajo. Ne kur falemi, prandaj falu vëllat, begatofti madhi Zot, motu falu. Falu se falja kur fillon do të thush elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet Zotit gjithësisë. Të pafti madhi Zot me të mira. I thej atij që speja si të mirë faleminderit. Kjo është gjë e madhe shumë. Wallahi po. Sa villojmë ne themi Fatihan, elhamdulillahi, mos haro kurrë te ti që falesh. Elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderoj shumë i madhi Zot se çdo të mirë e pash për te.
Në fund thot, ihdina siratal mustaqim. Lutmi ne, na udhëzoj madhi Zot në rrugën e drejtë. Na udhëzon në rrugën e kujt? Të atyre që i begatove me të mira, profetët, sinqertit, dëshmorët, punë mirët. Jo në të atyre që e hidhru, as në të atyre që e shkatrun veten. Këto që vrasin fëmijët pra. Këto që vrasin femrat, apo femrat që mashtrojnë meshkujt. Kjo është situata, kjo është shpëtimi, kjo është mirësia. Hadha siratul mustaqim, thot Zoti, kjo është rruga ime e qartë. Tha o shejtan, Zoti i gjithësisë, i tha shejtanit mallkum, inne ibadi lejse leka alejhim sultan. Tha dëgjoj shejtani mallkum. Unë po të tregoj ty që ndaj njerëzve të mitë sinqertë s'ke kur farë forcë. Begatofti i madhi Zot, qofse tjerët që s'duan të ecin në rrugën e Zotit po shkojnë për poshtë, qofse je i sinqert ti do shkosh për lart. Qofse njerëzit s'po besojnë madhin Zot apo nuk duan shkojnë ke drita e tij, po shkojnë në ignorancë, ty do të begatoj madhin Zot me dituri. Qofse njerëzit që ngelen në botën e shejtanit po shkojnë me vese poshtë, ty do të begatoj madhin Zot me virtyte sipër. Qofse njerëzit që nuk besojnë madhin Zot po shkojnë rrugën e të kotës pa qëllim, ty do të japi i madhi Zot vizione të fitosh këtë botë dhe botën tjetër. Ky është Islami real. Ky është Islami që na mësoi neve Kurani famlar. Tha, dëgjoj shejtani mallkum, ndaj atyre që janë sinqert ndaj meje, s'ke kur far forcë. Folini njerëzve. Duhet mi thonë njerëzve që ka nevojë të përdorin ilaçet e dura për mos qenë më smur. Fudail ibn Iyad, nuk e dim ne kur vjen. Kishte shtëpiat private, i kalonte njëra pas tjetrës, me shku ke njëra vajzë që ai e donte. Bonte imoralitet. I nat duke kalu. I madhi Allah, njëri duke u fal. Ky nga i shtëpi, shigjyqe surrëzonte me thy këmbën, po dashuria ka sakrifica, vazhdoi duke kalu. Kur një gjën këtë kollozin e madh duke lexuar Kur'an. Alam yani lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Ai namaz vet pa e ditë që ky nga tjeglat në tjegla me shkuke ajo. Tha, a nuk ka ardhur koha? Alam yani lil ladhina amanu. A nuk ka ardhur koha ndaj atyre që beson, ti friksohen zemrat për Zotin e gjithësisë dhe ti sqarohet zemra për atë që po zbret nga Kurani. Ngeli. U shëru. Ngeli, shkoj më gajo. Leje thatë. Leje mos është turp. Zoti i gjithësisë këtu, po e lejon se po shkoj ke femrat. Zoti i gjithësisë këtu, je bë rob i lekut këtu. Zoti i botrave këtu me gjitha të mirat, furnizuesi i madh, mashtrues në pushtet këtu. Zoti i gjithësisë në gjitha dimensionet me të mësuar të bëjë njeri se të ka graduar të bëre njeri i mbuluar me vese këtu. Nuk shkon më. Tha mjaft më dhe nuk shkoj. Kishte pas celular dhe kishte marrë celular, kishte thonë jo, po s'kam. As Facebook. U bë një nga dietarët më mëdhenj, nga kollozët më mëdhenj të umetit. Ibrahim ibn Adhem dhe me këtë e mbyll, dilte kështu nëpër, kishte qef gjuetin. Kishte parë, kishte gjëra të rrezi. E kishte qef gjuetin e kafshëve e meradh, shpendëve. Haj shumë pasion sa desh me shëruj madhi Zot. Dhe i hutum duke parë kafshët, kështu është pasion i madh ajo punë, këto që e bëjnë, e shpjegojnë. Vetëm kur i madhi Zot i vjej zër, em hasibtum annama khalaqnakum abathakum ilayna la turjaun. Duke qenë kështu i hutum atë vetëm kur dëgjoj ajetin e Kuranit. A mendoni se ju krijuam juve pa qëllim dhe i ditë nuk do kthehesh o njëri tek unë? Edhe mbeti u shtang. Edhe pastaj mali hadha khuliqta ya Ibrahim. Një gjoj zë, vazhdoi dhe i tha, o Ibrahim, nuk e kriju për këtë. Si e kriju për të pa gjithë ditën sport. As për telenovela si e kriju gjithë ditën. As të rish në për kafe në kod nuk e kriju. I e kriju me i qëllim të madh. O Ibrahim i tha, nuk i e kriju për këtë. I hodhi ato që kishte me vete dhe i hecim rrugën e Zotit, u shëru përfundimisht. Vlla dhe motor, mblidhi forcat në mënyrë graduale, nuk shërohesh dot me i ditë, po duhet me e vënë vizionin tënd, me u shëru nga mendja, me u shëru nga zemra, me u shëru nga shpirti, me u shëru nga trupi, me u shëru nga veshja, me u shëru në të gjitha dimensionet, të shndritesh si musliman, derisa Ibrahim ibn Adhem pa i muadhi Zot u bën nga dashurit e Zotit dhe në fund fare kur po u thonte me anije në mesin e detit, e zen pak kotja e gjumit. I madhi Zot i solli ret, i solli shkreptimat, i solli bubullimat, u ngretën dallgët, filloi ania majtas djafas. U trem njerëzia dhe kur i hapi syt u çudit se qanin gratë, qanin fëmijët, burrat qanin më shumë se ç'burra po kam, më Zoti na rujt. Edhe u trondit, tha ç'a keni? Tha i madhi Zot i than po na sprovon, duket do na kthehet ania mbrapsh. Shkojnë mesin e anijes. Tani
kishte fillu prej vitesh me u shëru, i kishte ardhur dita, ishte shëru. Njeriu i shërum, Zoti s'ia kthe mbrapsht. Shkoi në mesin e Anijes, i ngreti duart, tha: I madhi Zot, me këtë që bëre, pra me ret, me detin e trazum, me dallgët e mëdha, me shkërptimat, me bubullimat, e tregove gjithë fuqishmërinë tënde. I madhi Zot, na trego faljen dhe butësinë tënde. U qetësu deti. Njifte Zotin mirë, me i pyet sot, ma thuj ekipin e Realit, thot edhe ato që janë rezerva. Edhe këpucën sa i kanë, 22 kyp, 23 filan, 25 sa i mduka, 24, tu ka i qikë. Sot du të thonë kullu Allah, unë është du të thonë këpucën e ati. Me i thonë për filma me emra, e din emrin e aktorit që është film, e din dhe emrin e vërtet, cilën kishte shoqe për para, tani ka një tjetër sepse ndryshoj, duket ka shku 35 vjeç. Qa fitove këto ti? Mes në detit, qa do i thush, o aktor, më bo dërman, s'ka dërman mo. Allahu na udhëzoftë na shëroftë që të gjithë, amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Elajna ahsan al-kalam wa ablagan nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. Vëllezër motra të nderuara, i madhi Zot na i fal gjithë gjinave të jetës tonë. I madhi Zot na udhëzoftë ke më mirë dhe bukur në Islam. I madhi Zot na i fal, të mëshiroft dhe mbuloft të mirët e tij baballarët edhe nënat tona. I madhi Zot arsimoj, bëjt moral që mfali dhe mëshiroj të rinjtë dhe trejat tona. I madhi Zot fëmijët tanë që po rriten bëj dietar hafiz Kuranit famlart. Ruaj i madhi Zot ato nga çdo e keqe. I madhi Zot na bën të jetojmë devotshëm, të vdesim si njerëz të devotshëm me fjalën la ilaha illallah. Dhe kur të jemi duke dhënë shpirti të jesh i kënaqur me ne, o Zoti i gjithësisë. Na jep xhennetet e Firdausit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. I madhi Zot, nëse jemi në xhennetet e bukura të përjetshme, na mundso ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i lartë, më i miri, të qofshim fal. Ibadallah, inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimus salah. Elajna ahsan al-kalami wa ablagan nizam, kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. Lavdët mëdhaja i bëjmë sundusit tonë dashur, e lavdërojmë e madhërojmë pa fundet e i cili na krijoi. I madhi Zot asnjë mos dali sot nga xhamia, na i fal gjitha gjinave të jetës tonë. I madhi Zot na fal ne, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhis salam. I madhi Zot na i fal dhe begato baballarët dhe nënat tona. I madhi Zot ato që janë këtë botë, begatoj. I madhi Zot ato që kanë ndrujet, ndriçoja shpirtin atje ku e kanë. I madhi Zot arsimoj, bëjt moralshëm, të ndershëm, fali dhe mëshiroj të rinjtë dhe të rejat tona. I madhi Zot bëj fëmijët tanë se jemi në Ramazan dhe ti përgjigjesh dietarët më dhe hafiz Kuranit famlart. Ruaj fëmijët tanë nga çdo e keqe, i madhi Zot. Na bëj të jetojmë devotshëm, të vdesim devotshëm dhe kur të vi çasti me dhën shpirt, i kënaq me ne, i madhi Zot. Na mëshiron, na fal, na bekon ditë gjykimit. Na bën nga banorët e xhenetit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. Nëse jemi në xhenet, i madhi Zot na mundson ta shikojmë lartësinë, madhështinë dhe bukurinë tënde. Ti je më i lartë, më i madh, më i bukur, të qofshim fal ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allaha yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.